Përshëndetje, mirë se vini në ProLingua Center. Në këtë video ju do mësoni se si të plotësoni një formular tek provimi A1 Goethe Institut. Ky formular është tek pjesa ose tek moduli Schreiben, pra tek moduli të shkruarit. Përveç letrës që kemi thënë në videot e kaluara, e cila ka 20 pikë, kemi për të plotësuar edhe një formular i cili ka 5 pikë. Do ju jepet një informacion dhe në bazë të atij informacioni ju do plotësoni tek formulari pikat që mungojnë. Prandaj mendoj se është shumë i rëndësishëm edhe formulari, pavarësisht se duken pak 5 pikë, ato ndihmojnë shumë për të kaluar gjithsesi provimin. Këtu në këtë video e keni shumë të thjeshtë të shpjeguar dhe në fund do keni edhe një ushtrim të cilin ju duhet ta bëni vetë dhe të ktheni përgjigje tek videoja poshtë tek komentet. Einen Formular ausfüllen. Para jush në provim ju do keni një fletë me disa informacione. Do e lexoni, do e kuptoni letrën dhe tek formulari që do plotësojmë më pas mungojnë 5 të dhëna. Por këto 5 të dhëna janë te ky informacion që kemi ne para. Le ta lexojmë. Ihre Freundin Amelia Lorenzi kommt aus Italien. Sie wohnt seit einem Jahr in Frankfurt. Sie will ihre Tochter Anna in dem Schwimmkurs anmelden. Sie ist 11 Jahre alt. Sie hat nur am Wochenende Zeit. Ihre Freundin hat keine Kreditkarte. Pra, le ta përkthejmë tekstin. Shoqja juaj Amelia vjen nga Italia. Ajo jeton prej një viti në Frankfurt. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kemi dy të dhëna. Kemi të dhënat se nga vjen shoqja juaj dhe ku banon shoqja juaj. Janë dy të dhëna të cilat na duhen tek formulari. Dhe këto dy të dhëna shpesh ngatrohen nga kursantët e mi, sepse një gjë është vjen nga Italia dhe një gjë është vendbanimi. Ajo tani jeton prej një viti në Frankfurt. Sie will ihre Tochter Anna in dem Schwimmkurs anmelden. Ajo dëshiron që vajzën e saj Anën të regjistrojë në kursin e notit. Ajo është 11 vjeçe, pra Ana është 11 vjeçe. Sie hat nur am Wochenende Zeit. Ajo ka vetëm në fundjavë kohë. Edhe ky është një informacion i rëndësishëm. Po ashtu dhe kursi i notit. Ihre Freundin hat keine Kreditkarte. Shoqja juaj nuk ka kartë kreditit. Edhe ky informacion shumë i rëndësishëm. Poshtë formularit do gjeni kërkesën. Helfen Sie Ihrem Freund oder Ihrer Freundin und schreiben Sie die 5 fehlende Informationen in das Formular. Ndihmojni shokun shoqen tuaj të shkruaj 5 informacionet e munguara në formular. Am Ende schreiben Sie Ihre Lösung bitte auf den Antwortbogen. Në përfundim ju lutem shkruani zgjidhjen tuaj në tabelën në formularin e përgjigjeve, të cilin edhe atë duhet e shpjegoj se sa e rëndësishëm është. Pra, ne morëm informacionin që shoqja Amelia vjen nga Italia. Një vit në Frankfurt. Vajza e saj Ana dëshiron ta regjistrojë në kursin e notit, 11 vjeçe dhe ka vetëm në fundjavë kohë, dhe informacioni tjetër nuk ka kartë kreditit. Kalojmë tek formulari. Formulari paraqitet në këtë mënyrë. Anmeldung Schwimmkurse Kinder. Pra regjistrim kurs noti fëmijë. Atëherë, dhënat kryesore janë dhënë Name, që i bie mbi emri, Lorenzi, Vorname, Ana, pra po regjistrojmë vajzën e shoqës tonë. Alta, 1. Këtu na nevojitet një informacion. Sa vjeçe ishte Ana? Besoj të gjithë duhet ta dini si përgjigje. Ka plotësuar Straße, pra emrin e rrugës, pastaj kodin postar dhe
Ort. Ort është vendi ku rrinë ana dhe shoqja juaj, pra vajza e anës dhe shoqja. Ort, vendi. Ose von ort mund t'jetë në rastet e tjera. Geschlecht të thot gjinia. Çfarë gjiniet ka fëmia? Weiblich, femër, oder männlich, apo mashkull. Në këtë rast ne mund t'i vendosim një X, pastaj kur ta hedhim tek formulari tjetër duhet e plot. Telefon, email, gewünschte Tage, ditë e preferuara ose të dëshiruara më mirë. Während der Woche, gjatë javës, ose am Wochenende, në fundjavë. Besoj edhe këtu e keni përgjigjen shumë të shpejtë. Bezahlungsweise, mënyra e pagesës. Si është mënyra e pagesës? Bar, cash, oder kreditkarte, apo kartë kreditit. Në të shkoni tek informacionet që lexuam pak më përpara dhe kuptoni kishte zonja kartë apo nuk kishte kartë kreditit. Tani në këtë figurë ju keni formularin e plotësuar. Pra, janë 5 pikat që janë në qoshe edhe të formularit 1, 2, 3, 4, 5, pra ato pika mungojnë, nuk do plotësojmë pikat e tjera. Pra, pika e parë ishte alta, mosha, nonja e alt. Ort, vendi ku këto rrinin, Frankfurt. Gjinia, weiblich, sepse ishte ana. Gewünschte Tage, ditë e dëshiruara për kursin, pra, am Wochenende, sepse thonte tek formulari, ajo ka vetëm në fundjavë kohë. Mënyra e pagesës, kartë krediti, me që kartë krediti nuk kishte shoqja juaj, atëherë ajo do paguaj cash. Këto 5 informacione, nonja e alt, Frankfurt, weiblich, am Wochenende dhe bar, pasi t'i keni plotësuar në formular, do i kaloni në një fletë tjetër. Në test apo në provim, ju keni edhe një pjesë të vogël ku shkruhet schreiben Teil 1, pra të shkruarit pjesa e parë. Kemi 5 vende boshe, 1, 2, 3, 4, 5. Keni 2 figura këtu para jush. Tek figura parë është siç jepet në provim. Tek figura e dytë se çfarë duhet të plotësoni ju dhe si duhet t'i shkruani këto 5 pika. Pra, pikat kryesore. Pika e parë, nonja e alt, 2, Frankfurt, 3, weiblich, 4, am Wochenende dhe 5 bar. Në këtë mënyrë ju keni marrë 5 pikë e plota. Nuk do shkruani asnjë gjë tjetër. Le të marrim një shembull tjetër. Formulari. Ihre Freundin Alara Demek. Shoqja juaj Alara Demek, 32 Jahre alt, 32 vjeçë. Kommt aus Izmir, vjen nga Izmiri. In der Türkei, në Turqi. Und sie lebt seit einem Monat in Essen. Dhe ajo jeton prej një muaji në Essen. Shumë nga kursantët e mi, Essen e marrin si të ngrënë. Essen është qytet në Gjermani. Sie arbeitet als Kassiererin bei McDonald's. Ajo punon si rektare tek McDonald's. Seit 2 Tagen hat sie Zahnschmerzen. Që prej 2 ditësh ajo ka dhimbje, Zahnschmerzen, dhimbje dhëmbi. Heute geht sie zum Arzt. Sot shkon ajo te doktori. Helfen Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular. Am Ende schreiben Sie Ihre Lösung bitte auf den Antwortbogen. Këtë gjeni tek të gjithë formularet. Pra ndihmoni shokun ose shoqen tuaj, në formular mungojnë 5 informacione dhe në fund shkruani zgjidhjen tuaj. Tani, në këtë formular ne morëm informacione që shoqja jonë është 32 vjeçë, nga Izmir, Turqia, jeton prej një muaji në Essen, punon si argëtare, ka prej 2 ditësh dhimbje dhëmbi dhe duhet shkojë tek doktori. Atëherë në këtë rast ne do plotësojmë një formular tek doktori. Ja ku e kemi edhe formularin. Allgemeine Informationen beim Arzt, Herr Dr. Schmidt. Informacione të përgjithshme tek doktori, zoti Schmitz.
Atëherë, nachname, Vorname. Mbi emri janë të plotësuara. Straße, Hausnumër, Postleitzahl janë të plotësuara. Këtu na mungon Wohnort, vendbanimi. Duhet të shkoni edhe një herë tek formulari dhe të shikoni ku banon Alara tani. Alter, mosha e Alarës, shoqës tuaj. 3. Profesioni i shoqës tuaj. 4. është pyetja, seit wann sind Sie krank? Pra tek formulari i doktorit kemi që prej kur jeni i sëmur. Në formular është shumë mirë e shëror se që prej kur është shoqja e unë e sëmur. Welche Beschwerde haben Sie? Çfarë ankesash keni ju? Pika 5. Tani, unë nuk do ta plotësoj formularin, por do jeni ju me komentet e juaja që do më jepni zgjidhjet. 5 zgjidhjet, pra të parën, dytën, tretën, katërtën dhe të pestën. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë.